Do shkojmë në një tjetër vlerësim sepse më të mirët nuk i mungojnë Shkodrës dhe sigurisht të tillë do t'jenë edhe dy emra që do të ngjiten në këtë skenë. Fillimisht në duar trokitjet tuaja do doja të mirëprisja Vjorensin Sinan. Ai pa diskutim është golshënuesi më i mirë i gjithë akorave në futbollin shqiptar dhe sonte Sinani vjen për të vlerësuar një tjetër bombër kuqe blu. Një tjetër emër që na bën krenar, pa diskutim një nga emrat më të mirë të kampionatit shqiptar, por dhe të futbollit shqiptar në tërësi, i shpallur edhe ky së fundmi fituesi i këpucës së ardhe i topit të ardh, në duar trokitjet tuaja Bekim Balaj. Jam shumë i lumtur që jam këtu sot në këtë event mrekullueshëm, që i përshëndes organizatorët për këtë event mrekullueshëm, që kanë mbledhur shumë figura të sportit dhe janë sportistë dhe i sportistë që me djersën e tyre kanë bërë emrin në sportin shkodran dhe shqiptar dhe kanë çuar lart emrin e vllaznisë dhe të Shkodrës. Ju përshëndes gjithëve. Kurse dy fjalë për Bekimin, jam shumë i gëzuar që ma shtëllon mundësia me lanë këtë çmim Bekimit, pasi Bekimi është sot një lojtar mjaft i mirë dhe lojtar i madh qofti vllaznisë dhe qofti Shqipërisë, është një legjendë tashmë me plot gojen dhe është shembulli perfekt i djemve të ri që dojnë më bëhen sportista me një shembullin e Bekim Balës. Faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve. Kënaqësi e veçantë për mu me qenë këtu në mesin e gjithë këtyre figurave të nderuara të sportit shkodran ndër vite. Akoma më i nderuar që marr këtë çmim e këtë vlerësim nga Vjorensin Sinani. Një idhull për mu, një shembull për të ndjek, jena arrit me golat e tij dhe me emocionin që na ka dhuru brezit tem, po gjithë tifozëve shkodran, më them. Do të falenderoj organizatorët e këtij eventi, Bashkinë Shkodër, Gjergj Shkolen dhe Shkodrën Sport, për mbështetjen e vazhdueshme që i jep sportit dhe sportistëve shkodran. Gjergji, falenderoj. Sigurisht këtë çmim do ta ndaj me skuadrën time, me gjithë ato që derdhin djerës për ditë, dhe them drejt dhe ndoshta për të mos azhgjuar shumë, pasi e kam qartë çfarë don Shkodra prej nesh, pasi vitet ecin dhe ndoshta ajo barra e mos kthimi titullin Shkodrit bëhet dhe marron, kështu që na mbetet vetëm punojmë dhe të shpresojmë që 2026 të jetë e mbar për vllazninë dhe gjithë Shkodrën. Faleminderit. Faleminderit Balaj dhe Sinani, dhe sigurisht shpresojmë që titulli të prish.